Me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Surja Fil. A nuk e ke parë se ç'bëri Zoti yt me poseduesit e elefantit? A nuk u a bëri përpjekjen e tyre të dështuar, dhe ai kundër tyre lëshoi shpend që vinin tuf, dhe I gjuanin ata me gur nga balta e gurzuar, dhe ata I bëri si gjeth I grimcuar, pra I përtypur. Me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Surja Kurejsh. Për hir të garantimit që e gëzojnë kurejshitët, garantimin e udhëtimit të tyre të lirë, dimrit dhe verës. Pra, le ta adhurojnë Zotin e kësaj shtëpie, I cili I ushqeu pas urisë dhe I siguroi prej çdo frike. Me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Surja Maun. A e ke parë ti atë që e përgënjeshtron përgjegjësinë dhe llogarinë në botën tjetër? Po ai është që e përzë në mënyrë të vrasht ponjakun, dhe që nuk nxit për ta ushqyer të varfrin. Pra, shkatërrim është për ata që falen, të cilët ndaj namazit të tyre janë të pakujdesshëm, ata që vetëm shtiren për sy e faqe, dhe nuk japin as sendin më të vogël. Me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Surja Keuther. Ne vërtet të dham ty shumë të mira, andaj ti falu dhe prej kurban për hir të Zotit tënd. E s'ka dyshim se urrejtësi yt është farësosur. Me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Surja Kafirun. Thuaj, o ju jo besimtar, unë nuk e adhuroj atë që ju adhuroni. As ju nuk jeni adhurues të atij që unë e adhuroj, dhe unë kur nuk do të jem adhurues I asaj që ju adhuroni. Por edhe ju nuk do të jeni adhurues të atij që unë e adhuroj. Ju keni fen tuaj që I përmbaheni, e unë kam fen time që I përmbahen. Me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Surja Nasr. Kur erdhi ndihma e Allahut dhe çlirimi, dhe I pe njerëzit që po hyjnë turma në fen e Allahut, ti, pra, lartësoje Zotin tënd duke falendëruar dhe kërko nga ai falje. Ai vërtet pranon shumë pendimin, është mëshirues I madh. Me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Surja Mesed. Qoftë I shkatërruar e Lehebi, e ai më është shkatëruar. Ati nuk I bëri dobi pasuria e vet, as ajo shkafitoi. Ai do të hyjë në një zjarr të ndezur flak, e edhe gruaja e tij, ajo që barti dru, e në qafën e saj ajo ka një litar të përdredhur. Me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Surja Ikhlas. Thuaj, ai, Allahu është një. Allahu është ai që çdo krijesë I drejtohet për çdo nevojë. As s'ka lindur kënd, as nuk është lindur, dhe atij askush nuk e është I barabartë. Me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Surja Felek. Thuaj, I mbështetem Zotit të agimit, prej dëmit të çdo krijese që ai e krijoi, dhe prej errësirës së natës kur ngryset plotësisht, dhe prej dëmit të atyre që lidhin dhe fryejnë nyja, edhe prej dëmit të smirkeqit kur sipas smirës vepron. Me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Surja Nas. Thuaj, mbështetem me Zotin e njerëzve, sunduesin e njerëzve, të adhuruarin e njerëzve, prej të keqjes së cytësit që fshihet, I cili bën cytje në zemrat e njerëzve, qoftë ai nga xhinët ose nga njerëzit.